Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në këtë pjesë të tretë, ku do ndalemi sërish tek zhvillimet politike në vendin tonë. Kam të ftuar ditën e sotme avokatin Ismail Luka. Avokat, ju përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi. Avokat, unë fillimisht do doja ta nisja me 34 kontrollet e urdhëruara nga SPAK për dosjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, shumica e të cilëve ashtu si kemi mësuar tashmë janë stafi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe pyetja në këtë rast lind se si ndikoni gjithë ky hetim i SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku në të gjithë imazhin e qeverisë, por ajo që është më e rëndësishme për besimin publik të qytetarët. Po, faleminderit, kënaqësi që ti sot me këtë intervistë live me televizionin tuaj dhe ju falenderoj si parantezë dhe ju thoja ju falenderoj edhe për një fakt tjetër, në fakt, sepse gjithë kjo situatë ka në themel atë çfarë gjithë institucionet shtetërore dhe sot ka arritur një pikë kulmore, ku qeveria sot është bërë bashkëpunëtore me krim. Paktën nga të dhënat paraprake të hetimeve që ka kryer SPAK, dhe burimi i gjithë kësaj situate e ka pikërisht te krimet elektorale dhe tashmë Dibra një dhe ndërkombëtarisht me dosjen e famshme 184 nga ku ka filluar historia e sistemit të vjedhjes votës për cilën sot nuk ka asnjë të akuzuar në bankët e drejtësisë. Për sa i përket pyetjes tuaj, është me interes për publikun që tashmë hetimet e SPAK-ut kanë të kryer deri në këtë moment të fazës hetimeve paraprake, rezulton se kanë zbuluar ose kanë identifikuar disa persona përgjegjës, siç për sa i përket dosjes zëvendës kryeministres, e cila është marrë në cilësinë të pandehur duke i atribuar pra veprën penale. Po ashtu edhe për sa i përket dosjes së hetimeve lidhur me akshin, janë 2 dosje të cilat, siç kam deklaruar dhe në një intervistë më pashme, janë vetëm maja e icebergut. Dhe natyrisht perceptimi i publikut dhe reagimi i publikut do të jetë i fortë, sepse të identifikohen pra zëvendës kryeministrin, e cila me zëra dhe me figurë, me provat përderisa është marrë dhe në cilësinë e pandehurit, me prova të hetimeve të kryer nga prokuroria e posaçme të vërtetohet që është e përfshirë në korrupsion. Dhe ajo që është e veçantë në këtë rast nuk është sepse kemi një zëvendës kryeministre të përfshirë në korrupsion, por kemi një organizatë kriminale me cilën bashkëpunon dhe fondet publike, ja jep pikërisht kësaj organizate kriminale duke u ushqyer me lekët e taksa paguesve shqiptarë. Natyrisht, për hir vërtetës, ndjek e qartë që edhe reagimi qytetar, po flas sepse kjo është dhe përgjegjësi e opozitës, por edhe reagimi qytetar është i zbetë. Ne kemi disa eksperjenca edhe të rasteve të skandaleve të ministrave në vende të tjera të Bashkimit Evropian, po dhe jo vetëm, ku ka pas reagime qoftë në Bullgari, qoftë në Serbi, qoftë në disa shtete të tjera të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë detyruar që të largohen nga pozicionet të tyre të japin dorëheqje dhe të mbjellin qeverinë. E qartë, por nga ana tjetër, zoti Luka, i gjithë ky aksion i SPAK mund të interpretohet ndoshta si një mesazh politik ndaj të gjithë zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe cili është në këtë rast roli i kuvendit dhe si mund të ndikojë i gjithë ky vendim për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku në ekzekutivin aktual? Tani që jemi sinqert, pa paragjykuar unë besoj në sistemin e së drejtës, vetëm nga profesioni besoj në sistemin e së drejtës. Për te pritshmërive për sa i përket reformës të sistemit drejtësisë për të cilat unë kam shprehur publikisht dhe institucionalisht rezervat, pasi e shmoj se është një reformë tërësisht e testuar. Por unë nuk jam asnjë list dhe as nuk jam realist në situatën në të cilët pra ndodhet SPAK-u në një presion dhe një tërheqësi përderisa po heton një ndër zyrtarët më të larta, dhe për mua nuk është vetëm Belinda Balluku. Belinda Balluku është bashkëpunëtore tak në organizatën kriminale dhe du ta theksoj edhe një herë këtë,
Pra ndryshe nga zyrtarët e lartë, të cilët janë përfshirë në korrupsion në këto 35 vite, e veçanta e përfshirjes në korrupsion të qeverisë së Edi Ramës, të drejtuar nga Edi Rama, është fakti që ata i bërë bashkëpunëtor me krim dhe me organizatat kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Në rastin konkret, natyrisht që duhet përgëzohet hetimi i SPAK për sa i përket tyre dy dosjeve, tash janë vetëm Maja Zbregu, s'duhet merrem me detajet të rastit pasi kanë dalë një pjesë për tyre dhe janë publikuar. Por di të them që në kryet kësaj dosje do jetë Edi Rama personi i cili do të merret i pandem. Unë kam 3 vite më përpara që kam deklaruar dhe për shkak të angazhimeve që kam pas në jetë politike, kam kandiduar për kryetar bashkie në zgjedhjet e datës 14 maj të vitit 2023 dhe kam qenë në listën e hapur të kandidatëve për deputet në qarkun e Tibër si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe kam deklaruar dhe prej në atë periudhë dhe kam denoncuar publikisht me Lëviz Berbera, me Ceno Klos, drejtore që i kishte në varësi Belinda Ballogu, të cilët kanë arritur të blejnë deri në 500 euro një vot në qarkun e Tibrës. Dhe për ironi edhe të kësaj shpërkëndot, në fakt rezulton se hetimet e SPAK-ut në aspektin e zgjedhjeve, pra të krimeve zgjedhore, vlen për dëshiruar. Zoti Juka, nga ana tjetër, a mund të ketë edhe pasoja politike për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë pas gjitha këtyre kontrolleve dhe hetimeve që po kryen tashmë nga ana e SPAK? Unë mendoj se ai nuk ka në ndikim në mirë funksionimin ose administrimin e Ministrisë së Energjetikës për sa i përket mënyrës së rregullimit kushtetues të Këshillit Ministrave. Këshilli Ministrave, sipas 102 të Kushtetutës, rezulton se përfaqësohet nga kryeministri dhe kryeson dhe mbledhjet e tij. Natyrisht, çdo ministër nuk është ai ka cilësitë, do të ketë cilësitë e një deputeti, antari i Këshillit Ministrave thotë Kushtetuta gëzon imunitetin e deputetit, por nga ana tjetër, fakti që një zëvendës kryeministër dhe ministre akuzohet për korrupsion dhe pengohet sistemi i drejtësisë për të kryer punën e vet, do thotë që vetë kryeministri është i përfshirë në korrupsionin bashkë me zëvendës kryeministrin dhe me ata që ne i quajmë krim organizuar ose organizata kriminale. Unë po ta them kështu me bindje të plotë edhe nga ana profesionale, sepse tashmë Shqipëria ndodhet në njëjtin situatë Palermos në shumë vite më përpara, që janë kthyer në filma, janë kthyer në libra, dhe të njëjtin situatë, pra shteti është kapur nga krimi dhe kemi të bëjmë një krim të një organizate kriminale që vepron jo vetëm në Shqipëri, por edhe më tej në Europë dhe deri në Amerikë. Zoti Juka, nga ana tjetër, si mund të interpretohet dhe fakti që policia e shtetit nuk është lejuar të marrë pjesë në të gjitha këto kontrolle që janë kryer në të gjithë kontekstin e marrëdhënieve pra mes institucioneve shtetërore dhe SPAK BKH? Atëherë, kjo është shumë e qartë sepse disa operacione të tjera të kryer midis SPAK-ut dhe bashkëpunimit që ka pasur në policinë e shtetit rezulton se kanë dështuar. Dhe për më tepër, ka të dhënat mjaftueshme, jo vetëm dyshuara, po të mjaftueshme, nga hetimet e drejtanishme që ky krim organizuar, kjo organizatë kriminale, e cila vepron dhe ushqehet me fonde të taksa paguesve shqiptar, me fonde publike, rezulton se ka promovuar dhe ka mbështetur prej drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për të vendosur në detyrë, me shefa komisariatesh, me drejtorit drejtorish dhe gjitha strukturat i kontrollon aktualisht i kontrollon krimi organizuar. Unë po ju them edhe një, sepse ju mund ju duket edhe pak si habitshme, por kam informacione edhe nga të dhënat edhe për shkak profesion, që organizatat caktuara kriminale që veprojnë kryesisht në zonën e Durrësit dhe Tiranës, por edhe qytete të tjera, Elbasan, Shkodër e tjerë, paguajnë drejtor policie, shefa komisariatesh deri te punojës policie të thjesht për dhënë informacione duke u paguar deri në 5.000 euro në muaj. Dhe mund t'ju duket tash habi, por në rastin konkret
ose s'kishte që SPAK-u ose strukturat e BG-s, strukturat e posaçme të bashkëpunonin me policinë, kur disa operacione të tyre janë dekonstruuar. Marrim dosjen e Akshit. Dosja e Akshit është dosja e